Prej më shumë se 20 vitesh, fshati Ravonik mbetet pa xhami. Ajo u shkatërrua dikur me urdhër, në një kohë kur besimi u godit dhe u ndalua. Sot, një nga personat që mori pjesë në prishjen e saj, flet me pendes dhe dhimbje. Ai e quan këtë veprim pengun më të madh të jetës së tij dhe kërkon që xhamia të rindërtohet si një borxh moral ndaj fshatit. Ndërkohë, banorët e Ravonikut, shumica mysliman, thonë se prej vitesh nuk ka një vend ku të kryejnë ritualet fetare. Kisha u rindërtua. Xhamia jo. Kërkesa e komunitetit është e thjeshtë. Një vend i përshtatshëm dhe vullnet për të ndërtuar atë që u shkatërrua. Një histori pendese, heshtje të gjatë dhe shprese që ende nuk është shuar.